Trupi i Larias u gjet në valixhe në Pyll, zbardhe dëshmia nënës autorit. A ka gisht në krim? Dëshmia nënës së Mark Samson në lidhje me vrasjen e shqiptares Ilaria Sula ka zbuluar detaje të reja nga ngjarja e rënd. Kishte një lloj armiqësie mes Nors Mazlapan, nënës autorit dhe viktimës, shkruan media italiane. 22 vjeçaria prej një viti frekuentonte apartamentin e vogël të familjes filipinase në rrugën Homs. Nuk doja që Mark ta sillte gjithmonë Ilaria në shtëpi. Kisha frikë se do ta shpërqendronte shumë. Djali im duhet të jetë i përqendruar tek mësimet, ka rrëfyer ajo. Autori e hodhi trupin e të dashurës në humner në zonat e thella të Kapracina Prenestinas, pasi e qelloi për vdekje në banesën e familjes Samson në lagjen afrikano të Romës. Nors Mazlapan dhe Rick Samson rrezikojnë të hetohen për bashkëpunim në vrasje me paramendim dhe përfshehje kufome. Tensioni poritet edhe në lagje në komunitetin e madh Filipinas. Xhaxhai Emilio iku me skuter sapo pa gazetarët. Po flia, nuk kuptova asgjë. Ditën tjetër dola nga shtëpia. Mësoi të ketë thënë gruaja, një shtëpiake me disa probleme shëndetësore gjatë marrjes në pyetje nga policia kriminale në drejtimin e hetuesit Roberto Pitito. Ka skepticizëm rreth versioneve që kanë dhënë gruaja dhe bashkëshorti i saj, i cili punon si ndihmës shtëpiak në një familje në veri të Romës. Natën e 25 marsit ishim të dy në shtëpi. E dinim që Ilaria kishte ardhur për të vizituar Markun, pohuan edhe ata orët e fundit. Megjithatë, babai ka thënë më parë se kishte dalë dhe nuk kishte kthyer deri të nesërmen. Pra, 2 javë pas vrasjes, prindërit e ish të dashurit të viktimës nuk kanë mundur ende të shpjegojnë qartë se çfarë kanë bërë gjatë 24 orëve dhe cili ka qenë roli i tyre në veprimet e të birit. Të vras një vajzë të mbyllur me çelës në dhomën e tij, më pas gjatë ditës ta fus trupin në një valixhe, pasi e kanë mbështjellë me qese plastike, ta ngarkoi në makinën e familjes në rrugë, jo në ndonjë garazh, dhe ta çoi për ta hedhur në një gremin 40 kilometra larg Romës. Ne nuk dëgjuam asnjë zhurmë, asnjë brit nga dhoma e Markut, ka thënë gjithashtu prindrit në polici. Te banorët e pallatit dhe ata të ndërtesës, përballë shumë prej të cilëve janë Filipinas, përfshirë Xhaxhan Emilio, kanë pohuar se nuk dëgjuan asnjë britëm nga apartamenti i familjes Samson që ndodhet në katin e parë. Tashmë edhe marrëdhënia mes nënës dhe ish të dashurës së të birit është nën lupën e hetuesve. Më shumë se konflikte të zakonshme, bëhet fjalë për një armiqësi të heshtur ndaj vajzës, ndoshta e lidhur me bindjet fetare të nënës. Sigurisht, mund të shihet si një sjellje e zakonshme prindërore, një përzierje mbrojtje dhe xhelozie për të birin, por ndoshta ishte diçka më shumë, që ka dalë në pa edhe gjatë marrjes në pyetje të saj. Hetuesit tani përpiqen të kuptojnë nëse kjo ndjenjë ka ndikuar drejt për drejt në atë që ndodhi në dhomën e 23 vjeçarit, ku pavarësisht pastrimit kujdesshëm u gjet gjaku i Ilarias. Ajo u godit në qafë, në befasi, apo ndoshta në gjumë, nga dikush që ndodhej pasaj me një thikë që ende nuk është gjetur. Në dhomën gjitur, në ato pak metra katror, Nors dhe burri i saj thonë se po flinin.